u transmetua kënd se kemi ndryshuar qëndrim, si grup parlamentar, por në fakt nuk kemi ndryshu qëndrim. Janë kriju rrethana të reja, Komisioni për verifikim të mandateve është mbledhur dhe ka bë evidentimin e deklaratave publike të kryeministrit dhe ministrave dhe i ka pranuar të njëjtat si dorëheqje. Dhe unanimisht në komision është votuar raporti. Kjo nënkupton që Komisioni për verifikim të mandateve i ka njohur si faktike dorëheqjet deklarative të kryeministrit dhe ministrave, që nënkupton nga data 27 mars, kur është bërë certifikimi i zgjedhjeve. Të gjithë këta, të cilët sot e kanë bërë betimin, kanë bërë shkelje duke ushtru funksionin e kryeministrit respektivisht ministrave. Dhe lidhja demokratike e Kosovës do të bëj kallëzim penal lidhur me ushtrimin e mandatit që këta e kanë bë nga data 27 mars deri më sot. Deklaratat publike të kryeministrit dhe ministrave janë që ata kanë dhënë dorëheqje. Neni 26 i ligjit për qeverinë e thotë që deputetët e zgjedhur, antarët e kabinetit, në qoftë se janë zgjedhur, duhet të japin dorëheqje një ditë para certifikimit. I bie që nga data 27 mars deri më sot qytetarë të thjesht kanë marrë vendime në ndërtesat e qeverisë së Republikës së Kosovës dhe lidhja demokratike e Kosovës do e qoj këtë çështje, do më thonë, fillimisht do bëjmë kallëzim penal e mandej do të shohim hapat edhe për trajtimin e kushtetuese. Nuk kemi ne kandidat të pranueshëm nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Nëse ata nuk i kanë 61 vota në Kuvendin e Republikës së Kosovës për të proceduar me zgjedhjen e kryetarit, ata faktikisht nuk i kanë votat as për qeverinë e Republikës së Kosovës, kështu që duhet ata t'i japin zgjidhje situatës.